إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Me të vërtet falënderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar, mëshirues, mëshirëbërës të na falë gjunahet dhe gabimet tona. Dhe e lutim Allahun e madhëruar, mbrojtësin e besimtarëve të na mbrojë, të na ruaj nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e popullit tona. Le ta dimë se atë njeri që Allahu I madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kush, nuk ka mundësi askush që ta humbi nga rruga e drejtë përveç tij, dhe atë njeri që Allahu I madhëruar e humbi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij, për shkak të asaj që punoi me dorën e tij, askush nuk ka mundësi ta rikthejë në udhëzim, ta udhëzojë në rrugën e drejtë përveç tij. Dëshmoj me dëshminë më të madhe, më të rëndësishme, dëshminë e sinqertë se I vetmi I cili meriton ta adhurohet më të drejtë është Allahu I madhëruar, Zoti ynë I dashur, krijuesi I gjithësisë, I vetëm dhe I pashok, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I dërguar I tij. Thotë Allahu I madhëruar në Kur'anin e lartë: O Ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahut një frikë të sinqertë. Përkushtohuni Atij një përkushtim të sinqertë. Me përkushtim të sinqertë dhe mos disni ndryshe. Mos u dalni shpirti nga gjokset e juaja, vetëm si besimtar musliman nëse dëshironi të shpëtoni në këtë botë në botën tjetër. Dhe shëtimi varet në lidhje me të vëshmërinë dhe përkushtimin që ka njeriu me krijuesin e tij. Me qenie më të bukur dhe më të mirë, më madhështore, më të drejtë. Me qenien e vetme që meriton të adhurohet, Allahu I madhëruar. Lidhja më e fortë që ka njeriu është lidhja që ka me krijuesin e tij, me Allahun Azza wa Jall. Allahu na doft prej robëve të tij të sinqertë përkushtuar ndaj tij. Të dashur vëllezër, besimtari duhet gjithmonë të përfitojë nga këshillat dhe përkujtohet se përkujtimi bën dobi besimtarëve. Ne I përsërisim shpesh këshillat që ne I dimë, I kemi ditur, ndoshta kemi harruar, kemi nevojë të përkujtohemi, ndoshta ka këshilla që nuk I dimë, I mësojmë, por se gjithmonë kur besimtari këshillohet me këshilla të dyra, të rëndësishme, të bazuara në fjalën e Allahut të mëdhëruar dhe në fjalën dhe në traditën profetike, besimtari përpiqet të përfitojë prej tyre sa më shumë. Sot për ju kam zgjedhur si temë disa porosi për agjëruesin. Disa porosi për agjëruesin e Ramazanit. Të dashur vëllezër, kushti më madhështor dhe më I rëndësishëm që është kusht për pranimin e punës, është sinqeriteti në vepra, në fjalë. Sinqeriteti do të thotë të kërkosh në punën tënde kënaqësinë e Allahut madhëruar. Të kërkosh shpërblimin e tij gjithmonë me çdo punë të mirë që ti e vepron. Mos e kërkosh asgjë tjetër veç se shpërblimin e Allahut madhëruar. Ajo punë e cila nuk është e sinqertë, nuk veprohet për hir të Allahut mëdhëruar. Nuk kërkohet shpërblimi I tij, nuk kërkohet kënaqësia e tij, nuk kërkohet të afrohemi tek ai, ajo punë është pa pranuar. Është kundër njeriut. Le të falet ai të rjetën, le të agjëroj të rjetën. Nëse ka agjëruar dhe është falur dhe ka punuar për të mira, jo për hir të Allahut, jo për Allahun Azza wa Jall, po I ka vepruar për të duhur, për të lavdëruar,
por ti thonë se sa namaz falë ty, sa besimtari mirë. Nuk ka kërkuar shpërblimin tek Allahu i Madhëruar, nuk ka kërkuar xhenetin e tij. Nuk ka kërkuar të ketë afër Allahut i Madhëruar në botën tjetër. Atëherë, puna e tij është e refuzuar. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Dhe ata nuk ishin të urdhëruar në një urdhër tjetër, në një porosi tjetër, më të rëndësishme. Dhe parsore se sa ta adhuronin Allahun të vetëm, të sinqert në adhurimin tek tij, të sinqert në adhurimin tek tij. Çdo punë e mirë, namazi, agjerimi, zekati, sadakaja, respektimi prindërve, çdo moral i mirë, nëse nuk kërkon nëpërmjet tij mëshirën e Allahut, shpërblimin e tij, faljen e tij, atëherë ajo punë është refuzuar. Gjithashtu të dashur vëllezër, besimtari në agjërimin e tij duhet të kujdeset shumë për ato detyra që Allahu ja ka bërë detyrë gjatë agjërimit. Gjatë agjërimit, pra gjatë ditës së tij. Çdo besimtar ka detyra nga Allahu i Madhëruar për adhurimeve. Dhe detyra më kryesore është namazi. Namazin në kohën e tij. Besimtari mundohet ta falë namazin në kohën e tij. Dhe agjëruesi përpiqet më shumë që ta ruajë të namaz ta falë në kohën e tij, dhe më tepër ta falë në xhamat në xhami. Po Allahu i Madhëruar në vërtet namazi ka qenë detyruar në kohë të caktuar. Namazi ka një fillim të kohës dhe një mbarim. Dhe nuk lejohet për besimtarin ta nxjerrë namazin nga koha e tij. Mund shikosh njerëz për agjëruesve, mund falin taravih, rrinë natën falen prapë, mund të bëjnë lexim Kur'ani, kur vjen koha namazit sabahut, ndoshta hajnë dhe sëhërin, kur vjen momenti për të falë namazin e sabahut, shtrihen dhe çohen pas një të spirtit. Dhe kjo është një gabim shumë i madh. Besimtari duhet ta ruajë namazin, ta falë në kohën e tij. Ta falë në kohën e tij. Sepse në Islam gjërat vijnë në përshkallëzim në atë që është më rëndësishme. Besimtari duhet të ditë që detyra më e madhe pas shahadetit është falja e namazit. Falja e namazit ashtu që Allahu kërkon për ne të falem. Dhe nga gjëra më të domosdoshme është ta falim namazin në kohën e tij. Dhe ai i cili vepron gjëra që janë të pëlqyeshme, por se ne ndihmon ato që janë më të rëndësishme, atëherë ka gabuar. Shpresohet prej tij që përmirësohet, dhe ai duhet të jetë detyrë vetes së tij përmirësimin. Po s'duhet të kënaqet me gjendjen e tij kur ai i vetë detyrat që janë më të domosdoshme tek tij. Porosia e këshilla e për agjëruesit është që ai t'i largohet ndalesave që Allahu ka ndaluar, qoftë para agjërimit, qoftë kur ai është jashtë vendit të agjërimit, qoftë kur është agjërues. Haramet, gjunahet që i bën gjatë agjërimit janë shkak për pasimin e shpërblimit të agjërimit. Në ka rastet janë shkak që shpërblimi i tij të azhësohet, ose marrë shpërblim. Nëse ai gjatë agjërimit nuk i ruhet gjunaheve që bëhen me gojën e tij, me gjuhën e tij, me dorën e tij, atëherë do të di se ky agjërim ka shumë mundësi të mos pranohet, ose të paqësohet shpërblimi i tij. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, kush nuk e lë punën e keqe që bëhet me dorën e tij, ose me gjuhën e tij, ose ajo punë që burnon nga ignoranca, nga patituria, nga mëdhësia, dhe ta di se Allahu i Madhëruar nuk ka nevojë për atë person të agjërojë duke lënë ushqimin dhe pijen. Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam tjetër,
ka ndoshta agjërues që nuk marrin si shpërblim për agjërimin e tyre vetëse dhimbjen e urisë. Dhe ka për atyre që falen natën dhe nuk marrin për shpërblimin të faljes së tyre vetëse lodhjen e qëndrimit pa tjetër ose qëndrimit këmbë me imamin, kur ai nuk është siklet për shembull namazin e tij. Prandaj besimtari duhet të ruajë agjërimin nga gjunahet, nga ato punë që cënojnë shpërblimin e agjërimit. Shpërblimi e agjërimit cënohet nga punët e këqija. Prandaj çdo punë e keqe është shkak që punët e mira të asgjësohen. Argument për këtë është hadithi i të falimentuarit, e muflis. Kur profeti sallallahu i pyet sahabët, a e dini kush është i falimentuari? Ata u përgjigjën dhe thanë i falimentuar që i cili nuk ka as arë, as argjë, nuk ka parë, nuk ka pasuri. Thotë jo, thotë i falimentuar është ai i cili vjen ditën e gjykimit me namazë, me agjërim, me sadaka plot. Sa malet. Por se ka ofenduar këtë, ka shartë këtë, ka përgojuar atë, ka goditur atë tjetër. Dhe i merren atij të mirë që i ka vepruar, dhe jenë atyre personave që i ka cënuar derën e tyre. Derisa ky person gjel pa punë të mira. Por se punë të shqeta të shumta, pa drejtësi që ka punë të tjera i ka të shumta, derisa kur ai bëhet pa të mira, i merren si shpagim, i merren shijat të tjerëve dhe i jepën atij. Dhe ashtu ai i bën zjarr, Allahu e ruaj. Besimtari të di se ka kufi që Allahu i ka caktuar që sot i kaloj. Nuk është feja me hamëcime, me pëlqim, unë kështu e mendoj, kështu është dëshira ime, kështu do jetë me mua, kështu do ndodhi me mua. Kjo është më e mira për mua. Nuk është feja me ëndra, me dëshira, me iluzione. Feja është i qartë, është caktuar, kufit janë caktuar, harami dhe halali është i qartë. Ka dështyri gjëra që janë pa qarta të dëshirta, që shumë për njerëz nuk i di, po i di dietarët që do t'i pyesin. Feja është i qartë. Mos heci me amëndësime. Ai që punoi mirë, shpresoj mëshirën e Allahut, shpërblimin e tij, është i sinqert, shpreson të mirë. Dhe ai që punon keq, që nuk mendohet, vazhdon të shija, nuk kërkon përmirësimin. Mos ndërroj gjëra këtu pa gjëra. Mos ndërroj gjëra të mira për veten e tij. Nëse ai neglizhon, nëse ai është kujdesur, do të ketë frikë Allahut azza wa jall, sepse sprovat janë të shumta, pundimet janë të shumta nga gjitha anët. Njeriu shitohet, është i paditur për madhështinë e Allahut të mëdhenuar, është i paditur për shpërblimin dhe dënimin e tij. Është i paditur për shumë gjëra që janë madhështore. O nga neglizhenca e tij, ose aq që është bërë. Prandaj besimtari duhet të ketë frikë Allahut azza wa jall, duhet të ruajë adhurimin e tij. Sepse kjo është sfida. Pra jo çdo kush që e bën një vepër, pra në shikimin e jashtëm, është pranuar e vepër. Ose është saktë. Ose jo çdo vepër që ti vepron sipas dëshirës tënde. Po duhet të përmarrë disa rregulla, disa kushteve, disa kritereve. Prandaj besimtari duhet të jetë i kujdesshëm. Dhe nuk ka, si thua, shpërkupim shqetësim më të madh. Dhe sa kur ti shqetësohesh për të kujdesur, pra ato punë që Allah kërkon prej teje. Nëse dikush i drejtori i madh thotë, do bësh këtë të filan. Abdullah, do bësh këtë punë, po ka këto kushte, ka këto rregulla. Po ka dhënë këtu, ka pasoja. Si të përballesh? Kur ti thua respekton të punës, nuk ka këtë. Por ti çfarë të njas? Dhe ti përballet njeriu më të madh. Kur Allah urdhëron për namazin, urdhëron për agjërimin, shumë neglizhent jemi, Allahu na fal. Shumë të dobët jemi, shumë të shkujdesur jemi. Do të besimtari të shikojë atë që Allahu ka urdhëruar, që më të madhe, më të rëndë, ajo që kërkon më rëndë. Dhe ashtu ka gjëra që agjëruesi duhet të ketë parasysh që ata gjërat e tij, është se ka ardhur argumente që tregojnë që ai person i cili shpërblet më shumë
me agjërimin e tij është ai i cili e përfiton Allahun më shumë gjatë agjërimit. Është ai i cili e përfiton Allahun më shumë gjatë agjërimit. Ka një hadith i cili në sënetin e tij, në zgjimin e transmetimit, ka patotësi, por se dietar argumentojnë atë. Ky hadith tregon që çdo kush që punon i punë të mirë, për namazit, haxhit, umrës, agjërimit, shpërfishohet shpërblimi nëse ai kësaj pune të mirë e përfiton Allahun sa më shumë. Ibn Qayyim el-Jauziyja nxjerr për këtë argument një rregull, thotë çdo punë e mirë që e vepron muslimani, shpërfishohet shpërblimi i saj nëse përfiton Allahun më shumë gjatë kësaj pune. Nëse agjëruesi e kalon agjërimin e tij me lexim Kur'an, me përkujtim të Allahut, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, me lexim të një libri prej haditheve, e kalon kohën e tij me gjëra të mira, a krahasohet me atë i cili e kalon kohën e tij në gjumë, ose kalon kohën e tij në gjëra të kolla, ose kalon kohën e tij në rrjetet sociale, apo në lojra dhe filma, apo në gjunare të tjera, apo për atë i cili lexon Kur'an në ditë gati 2 xhuze ose 3 xhuze për Kur'anit, ma të i cili nuk lexon asnjë faqe, nuk përmirësohet. Nuk përmirësohet agjërimi i atij i cili e përfiton Allahun gjatë tërë ditës dhe natës. Ma të i cili është neglizhent. Thjesht gardohet nga ato që Allahu ka ndaluar prej ushqimeve dhe pijeve, dhe pastaj tjerat për të kanë rëndësi. Prandaj besimtari duhet që të kujdeset që ta përkujtojë Allahun e madhëruar sa më shumë gjatë agjërimit, sepse kjo vepër e mirë përkujtimi i Allahut është nga punët më të mira. Është nga punët më të lehta dhe nga punët më të rëndësishme më të mira. Dhe një afton si shpërblim ose si nxitje për ne, fjala e Allahut më dhëruar, më përkujtoni mua, ju përkujtoj ju. Kush përkujton në praninë e disave, unë e përkujtoj një praninë të ubim dhe më të mirë të fejtë lartë. Besimtari të përkujtoj gjithmonë Allahun azza wa jall. Nëse nuk ke mundësi të marrësh Kur'anin të lexosh, duke ecur, duke punuar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Kush thot 10 herë, qul huwallahu ahad, Allahu i ndërton atij shpirtin e xhenet. I ndërton një shpirt xhenet. E rezultat e tij shumë. Pra, do e kaluar e shpëtoj shumë lehtë. Por se nuk meditojnë këtë. Nuk meditojnë që subhanallahu wa bihamdihi është në penë xhenet. Nuk e meditojnë të hadithe të tilla që xheneti ndërtohet me dhikrin e Allahut në vepra të mira. E du Allahu më madhruar nga veprat e tyre që janë punë mirë në çdo gjendje, në çdo adhurim. E du Allahu më madhruar të pranojë adhurimet tona, punë tona të mira. E du Allahu më madhruar të ruajë nga çdo gjë e keqe. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Meshitat që këshirohet të agjëruesi është që ai duhet të kujdeset shumë me leximin e Kuranit. Të kujdeset që të lexojë sa më shumë Kuran gjatë muajit Ramazanit. Muaji i Ramazanit është muaji i zbritjes së Kuranit. Transmetohet që profesori ka thënë, ose sahabët e kanë përshkruar që profeti sallallahu ishte njeriu më bujar. Dhe ishte më bujar kur takonte Xhibrilin alayhis salam, që bashkë me të e përsëriste Kuranin. Kurani, leximi i Kuranit është nga punët më të mira që bën besimtari i agjërues në muajin e Ramazanit. Prandaj, ka një ndikim të veçantë në zemrën e agjëruesit nëse ai lexon sa më shumë Kur'an në muajin e Ramazanit.
duke edukuar vetëm që ky zakon I mirë të mbesi dhe në muajt më pas në vijim. Besimtari duhet të di se Kurani është fjala e Allahut madhëruar, është gjëja më e shtrenjtë dhe më e dashur që ai ka. Dhe Kurani është dritë, është udhëzim, është mirësi, është shërim për besimtarët. Në Kurani gjendet krenaria jonë, gjendet fuqia jonë, gjendet qetësia jonë. Dhe me të vërtetë, me përkujtimin e Allahut qetësohen zemrat. Me të vërtetë, me leximin e Kuranit, me të vërtetë, zemrat qetësohen. Besimtari duhet të di se një harf, një shkronjë që e lexojmë në Kuran ka 10 shpërblime. Nuk është alif lam një shkronjë, por një alif është një shkronjë që ka 10 shpërblime, lami ka 10 shpërblime të tjera, 20 shpërblime, dhe mimi ka 10 shpërblime të tjera, dhe bën 30 shpërblime, vetëm me këtë shkronja alif lam mim. Dhe besimtari I bën llogari shumë mirë punët e mira që I vepron. Sepse me të vërtetë ditën e gjykimit, siç përmendëm hadithin e të falimentuarit, nuk ka peshore që peshojnë fakrin, pushtetin, forcën e trupit, njohjet, argjendin, ajrin, floririn, të tjera. Në atë ditë peshore ka, po është një peshore tjetër që peshon gjëra të tjera. Dhe ato janë punët e mira. Është imani jot rreth parë, është sinqeriteti yt rreth parë, është namazi, është agjërimi, është zekati, është ndihmesa të tjerëve, është puna e mirë. Dhe nëse puna e mirë peshon më tepër se puna e keqe, atëherë ke shtuar. Dhe nëse puna e keqe peshon më tepër se puna e mirë, atëherë Allah na ruaj je I humbur. Allah na ruaj nga humbja e shkatërimit në këtë botë në botën tjetër. Në Zëmri thot nga dietarët e parë thot kur hylte muaji I Ramazanit, punët që merreshin më tepër të parë tanë ishte leximi I Kuranit dhe ushqimi të parë. Për shëqyrim. Puna që bësh më tepër të parë tanë ishte leximi I Kuranit dhe ushqimi të parë. Prandaj besimtari duhet të kujdeset për leximin e Kuranit të paktën ta lexojë një herë nga fillimi deri në fund, pa Ramazan. Dhe ishte se rregull që e përfundon Kuranin të paktën një herë në 7 ditë, dhe kishte shpërthyer deri në herë 3 ditë, dhe kishte shpërthyer edhe më shumë deri në 2 ditë, dhe kishte shpërthyer brenda një natës e mbaron leximin e Kuranit. Gjithashtu dashur vëllezër, në më të mbyll inshallah, duhet të kemi kujdes që të kujtojmë hadithin I cili kushtozon marrjen e shpërblimit që Allahu ka përgatitur për atë I cili agjeron dhe falet gjatë muajit Ramazan. Ai shpërblim është falja e gjunaheve. Pra, ajo dhurat nga Allahu I mëdhëruar, ai premtim I mirë është falja e gjunaheve. Po ka përmendur të hadith 2 kushte. Kush agjeron Ramazanin me besim tek Allahu I mëdhëruar, me besim në shpërblimin që Allahu ka premtuar, dhe duke llogaritur shpërblimin që Allahu, pra duke shpresuar shpërblimin që Allahu ka premtuar, do t'i falë atij gjunahet e kaluar. Kush falet gjithashtu, pra kështu në hadithin, kush falet namazin e natës në muajin e Ramazanit, duke besuar kushti I parë në Allahun e mëdhëruar, në shpërblimin e tij që ka premtuar, dhe duke shpresuar në llogaritë shpërblimin që Allahu ka premtuar, pra që falen gjatë netëve të Ramazanit, do t'i falë gjunahet e tij. Prandaj besimtari duhet të kujdeset që t'i plotësojë këto 2 kushte gjatë agjerimit të tij, gjatë faljes së natës. Dhe fundit duaja, lutja gjatë muajit të Ramazanit. Lutja e agjeruesit është e pranuar gjatë gjithë agjerimit. Ka një gabim që disa e kanë mësuar gabim që lutja e agjeruesit, pra momenti që pranohet lutja është kur e çon agjerim. Jo. Lutja e agjeruesit
është pranuar nga fillimi deri në fund. Dhe ka ardhur tradicion të thotë që pranohet lutja në momenti kur e çeli agjërimin. Dhe kjo lutje vazhdon, qoftë para çeljes, qoftë pas çeljes. Dhe është gabim të bëjë lutje kur ngjen ezani dhe nuk e çeli agjërimin. Disa bëjnë lutje para çeljes së agjërimit dhe muezini po thot ezan. Dhe nuk e çel. Dhe ai është urdhëruar, është përgjithshëm tash të stop ta nxitoj çeljen e agjërimit. Ta nxitoj çeljen e agjërimit, dhe mos e bëj atë. Momenti kur thret muezini ezanin që njofton për hyrjen e kohës për hetimin e diellit, menjëherë besimtari e çel. Dhe lutja që bëhet, që quhet lutja e çeljes, bëhet pasi e ke çelur dhe ke pirë ujë. Lutja e cila është e njohur për ju, dhe adfaku waqt at-tad'u wa thabata al-ajr inshallah. U largua etja, u ladhën emër të gjatë, të marrët, dhe inshallah në besë shërbimit e Allahu i madhëruar, dhe kjo hadith në fakt kërkon një hutbë të veçantë për këtë lutje, për të folur për të, e lutem Allahun e madhëruar të na bëjë për atyre që agjërojnë me iman dhe llogarisë shpëtimit tek ai. E lutem Allahun e madhëruar të na ndihmojë të agjërojmë në Ramazanit deri në fund. E lutem Allahun e madhëruar të na japë jetë dhe shëndet deri në fund të këtij muaji, të agjërojmë atë të ishte të nashur me ne. E lutem Allahun e madhëruar të na japë jetë të agjërojmë shumë Ramazane më pas. E lutem Allahun e madhëruar që ky Ramazan të jetë shkak për ata që janë neglizhent ndaj namazit të falen, të falin 5 namazet, sepse 5 namazet është një detyrë dhe më e madhe, dhe më madhështore, dhe më rëndësishme se agjërimi i Ramazanit. E lutem Allahun e madhëruar të na bëjë për atyre që e përkujtojnë Allahun e madhëruar në çdo gjendje. E lutem Allahun e madhëruar të udhëzoj familjet tona, fëmijët tona në rrugën e drejtë, të na udhëzojë ne, të afërt tanë në rrugën e drejtë. E lutem Allahun e madhëruar të udhëzoj njerëzit shoqërinë tonë në rrugën e drejtë në Islam. E lutem Allahun e madhëruar të ruajë nga çdo gjë e keqe, nga çdo armik që na kërcënon, nga çdo të largojë prej zemrave tona çdo frikë dhe çdo mërzitje dhe çdo anë. E lutem Allahun e madhëruar të na ruajë nga zjarri i xhenemit dhe nga zjarri i xhenemit firdaus. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة